Marrëdhënia mes Brikenës dhe Mateos pas përfundimit të Big Brother VIP Albania 5 mbetet një nga enigmat më të mëdha për ndjekësit të spektaklit, duke u shndërruar në një mister publik që ushqen pafund thashë themet e rrjeteve sociale. Edhe pse në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ata u duken si prototipi i çiftit të përkryer, të kujdesshëm, mbështetës dhe me një kimi që reflektojë në çdo shikim, realiteti jashtë kamerave duket se po ndjek një skenar krejt tjetër, ose të paktën një skenar më shumë diskret. Ajo që i ka bërë njerëzit të dyshojnë nuk është mungesa e dashurisë në sytë e tyre, por mungesa e përgjigjeve të drejtpërdrejta. Jap se publiku është i ndarë. Sa herë që dyshja përballet me pyetje mbi statusin e tyre aktual, ata zgjedhin përgjigje diplomatike ose e kalojnë temën me sportivitet, duke mos dhënë kurrë po ose jo përfundimtare. Edhe në përballje direkte me opinionistët e programit në post Big Brother, të cilët njihen nga pyetjet e tyre padoreza, Brikena dhe Mateo preferojnë të mbajnë një profil të ulët, duke mbrojtur me fanatizëm privatësinë e tyre. Ndryshe nga çiftet e tjera që postojnë çdo moment bashk, ata janë treguar kursimtar, gjë që për ndjekësit përkthehet shpesh si një ftoje ose si një marrëveshje për të mos u shfaqur si çift. Në pamjet e parë, ata vazhdojnë të perceptohen si partnerët ideal, kanë një harmoni të rrallë, që gjendet në formatet e reality show-t, ku debatet janë kryefjala, mirëpo pikërisht ky perfeksion po i bën njerëzit skeptik. A është kjo një dashuri e vërtet që po jetohet larg syrit të publikut, apo një histori që përfundoi bashkë me dritat e studios? Kjo është pyetje që po qarkullon kudo. Derisa njëri prej tyre të vendosë të thyej heshtjen, marrëdhënia e Brikenës dhe Mateos do të mbetet në atë zonën gri, ku kufiri mes një lidhjeje solide dhe një miqësie post-reality është shumë i hollë. Për momentin, fansave u mbetet vetëm të analizojnë detajet dhe të shpresojnë që heshtja e tyre të jetë thjesht një mënyrë për të mbrojtur diçka të bukur nga zhurmat e tepërta. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? A mendoni se lidhja e tyre vazhdon edhe jashtë, apo ka qenë një strategji për të rritur në lojë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit!